Ish ambasadori i Shqipërisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Suedi, Lituani dhe Malajzi, njëherë është njohur si miri i politikës ndërkombëtare, Idris Konjari, ka shprehur qëndrimet e tij lidhur me procesin gjyqësor ndaj shkrerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në dhomat e specializuara në Hag. Gjatë një interviste të dhënë ekskluzivisht për televizionin 6+1 Vlora, Konjari thekson se ka qenë skeptik që në fillimet e këtij procesi për mënyrën se si po administrohet drejtësia në Hag, duke ngritur pikpyetje serioze mbi qasjen dhe standardet e ndjekura. Unë kam qenë skeptik qysh në fillim për atë gjykatë. Dhe hapat e para, shenjat e para u treguan qysh në fillim. Problemi është që unë mendoj dhe gjykoj që gjykata, pra gjykatësit, pavarësisht pretensës prokurorëve, mendoj se do të jenë më të logjikshëm, më të arsyeshëm për të dhënë drejtësi dhe jo për të bërë politikë. Një fakt është që ata që duhet të flisnin dhe folën, siç ishin Chris Hilli, siç ishte James Rubin, siç ishte generali amerikan që ka qenë komandanti i forcës Godice etj. Pra në një farë mënyrë e vërteta u tha. Pastaj se si interpreton gjykata, nuk është ere parë që gjykatat edhe gabojnë, edhe japin vendime që s'na pëlqejnë, por që jemi të detyruar të zbatojmë sepse në fundit kemi pranuar që zbatojmë ligjin. I ndalur konkretisht te kërkesa e prokurorisë për dënimet shumë të rënda, Konjari tha se nuk e kishte pritur as pak një pretendim të tillë nga prokuroria e Hagës, e cila kërkoi deri në 45 vite burg për ish presidentin e Kosovës Hashim Thaçi dhe ish komandant të tjerë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Sipas tij, një kërkesë e tillë është e tepruar dhe përbën një abuzivitet, duke mos reflektuar realitetin historik dhe politik të luftës së Kosovës. Megjithatë, Konjari u tregua i matur në gjuhën e tij, duke shmangur cilësimin e procesit si tërësisht politik, por duke lënë të kuptohet se vendimarrja e gjykatës duhet të jetë e balancuar dhe mbështetur në fakte reale dhe drejtësi të mirëfillt. Ai nënvizoi se ushtria çlirimtare e Kosovës ka qenë një forcë çlirimtare e lindur si domosdoshmëri për të dhënë fund recepsionit dhe dhunës sistematike ndaj popullit shqiptar të Kosovës dhe se çdo tentativë për ta barazuar atë me struktura kriminale është e padrejtë dhe historikisht e gabuar. Këtë madhësi jo. Në këtë abuzivizëm në thonjza, jo. Nuk. Unë kam pasur rastin të takoj edhe krye prokurorin Kan, sepse ai gruan e ka malajziane, kupton, e pa ta takuar në Malajzi, dhe nuk mendoj se edhe ai ishte e këtij mendimi. Dhe praktikisht ndoshta edhe për arsye të ndryshme edhe ai tani është në akuzë, duan ta heqin e tjerët. Por mendoj që jo. Është një, thash dhe njerë, është një abuzivizëm në thonjsa, ta quaj politik nuk do të mendoja, por do shifen gjërat. Fjalën e fundit e ka gjykata për mua, prokurorët përgjithësi kështu janë të ashpër. Ish ambasadori Konjari theksoi se pavarësisht rezervave dhe skepticizmit personal, ai vazhdon të ketë besim se gjykata duhet të vendosë drejtësinë në mënyrë të paanshme dhe profesionale. Po. Gjykata mund të shpallë dhe të pathajshëm. Deklaratat e ish ambasadorit vijnë në një moment delikat për opinionin publik shqiptar dhe kosovar, teksa procesi në Hag vijon të ngjallë debate të forta politike, juridike dhe emocionale brenda dhe jashtë Kosovës.